Unë i thëm vetit mret e për mi vreti. Unë e s'lodh nga kush së më thirr dikush tjetër mret. Unë i thëm vetit mret. Unë i thëm vetit mret, se e di unë shka kum përjetu. E di unë shka kum bo për familjen tem. E di unë, nuk më zit nga që shumë këqyrti, më dhamë, është e vërtet si më dhamë, po të ke fundit thëmë, se më nuk më pas shumë fështirë më mbrojt. Shumë fështirë, se burri thojnë është jargani i gruës, a e thojnë këtë fjallën. Për deri sa burri jetë, deri sa dul në atë farë që e qiti shka ka, mo. Momentin kër e qiti shka ka, atëherë, që më thonë, o kuptu që farë problemi ka, ose ku është, për deri sa e qiti ato, shka e mundon këtë njeri, lufta o konë me mu. Deri sa e kuptu në opinioni, si shka e mundon këtë njeri, unë e kumë pas shumë zërë. Dhe për që ta dhejshin, se unë kom qenë person që kush s'm ka pa të mërzitne. Të thash, jem martu me një mimar, ka s'kom bojt dertë une, a kom teshën me vesha, se kama. Unë im konë gjithmonë happy. Unë im konë gjithmonë person që s'kom ditë më mërzit. Unë e bukën, a e kom bukën, mu s'm ka bo për shtypje. Mu m'ka majtë shpirti jam, i qeshur. Mu s'm ka interesu, a kom ma hongër darkën. E kuptan që po du me të thonë. Edhe kështu që të tëni të kthejesh, luftojsh me një person që ti po të sulmon, luftosh edhe me opinionin tjetër, për që ta i thonë vetit mret. Ja heki kapuqin vetës teme.